Gjithë shqiptarët e bëjnë këtë gabim, ja përse nuk duhet të pini kafe në mëngjes. Jo të paktë janë njerëzit që sapo hapën syt duan të pinë një kafe. Megjithatë, konsumi i saj sapo zgjoheni mund të mos jetë gjëja më e mirë për trupin dhe shëndetin tuaj. Kafeja në mëngjes mund të ndikojë në ndryshimin që do të ndjej dhe në disponimin tuaj gjatë gjithë ditës. Ajo mund të ndikojë në mënyrën se si trupi juaj do ta fithuajë dhe do t'ju bëjë të ndjeni simptoma të ngjashme me ato të dehidratimit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët shpjegojnë se pirja e kafes kur zgjoheni mund të rrisë sekretimin e kortizolit në qarkullimin e gjakut, i cili mund të shkaktojë pasoja të ndryshimit të ditës së ovulimit, të peshës dhe të ekuilibrave hormonal. Përveç kësaj, kafeja mund të shkaktojë një rritje të prodhimit të acidit në stomak, duke shkaktuar dhimbje stomaku. Për këto arsye, ekspertët rekomandojnë pirjen e kafes 2 ose 3 orë pas zgjimit. Për shumicën prej nesh, dita nis me një filxhan kafe, por kjo mund të mos jetë gjëja e dur që duhet të bëni. Mjekët thonë se koha më e mirë për të pirë kafe në mëngjesit është pasi të keni konsumuar mëngjes rreth orës 9:30 deri në 11:30 të paradites. Në këtë video ne do ju tregojmë çfarë ndodh me trupin tuaj nëse pini kafe në mëngjes me stomakun bosh, sipas Healthline. Do ju bëjë të ndjeheni më të përgjumur. Pirja e kafes sapo të dilni nga shtrati do ju bëjë të jeni më të përgjumur, dhe kjo në fakt mund të ketë një efekt të kundërt. Kafeina dyfishon nivelin e hormonit të stresit dhe mund të çojë gjithashtu drejt problemeve me gjumin, gjë që rezulton edhe në më shumë lodhje. Nëse filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndjeheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë gjithashtu prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë që rezulton gjithashtu në mungesë të energjisë dhe rritje të niveleve të ankthit. Trupi juaj mund të humbasë minerale thelbësore me shpejtësi. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mund t'ju bëjë që të jeni gjithashtu edhe në humbje të madhe të vitaminave dhe thelbësore të mineraleve të trupit. Mund të sabotojë kështu thithjen e mineraleve trupore. Shumë kafeinë mund të nxjerrë kalciumin nga kockat tuaja, duke i bërë ato më të brishta, gjithashtu edhe më të dobta. Ndaj, konsumuesit e mëdhenj të kafes mund të vuajnë nga këto shqetësime. Kafeja mund të sjellë gjithashtu shqetësime me stomakun tuaj. Pirja e kafes sapo zgjoheni mund t'ju bëjë të shkoni më shpejt në tualet. Disa ekspertë mjekësorë rekomandojnë pirjen e kafes si një mënyrë për t'u përgatitur për provime të caktuara. Kafeja aktivizon sistemin ton nervor, e cila nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mund të shkaktojë diarre. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të kafes, edhe për shkak se shumica prej nesh kanë vështirësi për të nxjerrë laktozën. Kjo mund të shkaktojë gjithashtu edhe shqetësime të stomakut. Kafeja me stomakun bosh mund të krijojë edhe nështim të peshës. Edhe pse kafeja e zezë mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mund të prishë modelet tuaja të shëndetit të gjumit. Kur nuk fleni mjaftueshëm, keni tendencën të ndjeheni më të uritur dhe të keni më shumë dëshirë për gjëra të ëmbla. Shumë prej kafeneve janë të mbushura me pijedasës të kafes, por kafet përmbajnë nivele të larta të sheqerit dhe kalorive dhe mund të shkojnë deri në shtimin e peshës të disa persona. Kafeja mund të përkeçojë gjithashtu nivelet e ankthit në trupin tuaj. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet e hormoneve tuaja të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i jep trupit tuaj një efekt nervozizmi dhe madje mund të shkaktojë sulme ankthi të disa persona. Kafeina e tepërt mund ta thajë lëkurën tuaj. Për shkak se shkoni më shpesh në tualet, trupi juaj do të dehidratohet. Kur dehidratoheni, është e vështirë që toksinat të dalin përmes lëkurës. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme, siç janë për shembull edhe rrullat e parakohshme.
Kafeina e tepërt në trupin tuaj mund të ndikojë në rritjen e niveleve të sheqerit në trup. Filxhanët e kafes në mëngjes e bëjnë më të vështirë punën e qelizave tuaja për të rregulluar nivelet e sheqerit, të cilat mund të çojnë gjithashtu edhe në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjakë nga ana tjetër mund të çojë në shtim të peshës dhe rritjen e riskut të infeksioneve të lëkurës. Ndaj pirësit e kafes në këto situata duhet të tregohen të kujdesshëm edhe me sasinë e konsumit të kafes në dietën e tyre të përditshme. Kafeja e tepërt në trupin tuaj mund të sjellë disa dëme, të cilat mund të ndikojnë në aktivitetet tuaja jetësore dhe të shfaqin gjithashtu problematika të ndryshme. Disa persona nuk mund të rinë dot pa e filluar ditën e tyre me një filxhan të madh të kafes, por në disa raste ajo mund të ndikojë gjithashtu në situatat tuaja shëndetësore dhe në krijimin e komplikacioneve të tyre. Pirja e tepërt e kafes në përditshmëri do ju bëjë të dëgjoni zëra që nuk ekzistojnë. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan kafe, kafeina që gjenden në të mund të nxjisë të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Ndaj konsumatorët e kafes në përditshmërinë e tyre duhet të tregohen më të kujdesshëm me sasinë e kafes që shtojnë në dietën e përgjithshme. Kafeina e tepërt në trupin tuaj mund të nxjisë gjithashtu edhe probleme me shëndetin e mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, doza të vogla të kafes e ndihmojnë në trupin të detoksifikohet, por sasitë e mëdha të saj mund të luajnë anën e kundërt dhe të dëmtojnë kështu shëndetin tuaj në mënyrë të përgjithshme. Ekspertët shtojnë në një zëri se duhet të jeni më të kujdesshëm me pirjen e kafes në rast se vuani nga këto komplikacione, pasi në të kundërt mund të krijojë dëmtime të shëndetit të mëlçisë. Pirja e tepërt e kafes në përditshmërinë e dietës suaj mund të rrisë trysninë e gjakut. Studimi i kryer nga Cambridge Mellon University tregoi se kafeja stimulon rrahjet e shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë gjithashtu probleme me frymëmarrjen. Kafeina e tepërt në dietën tuaj mund t'ju bëjë të jeni më nervoz dhe kjo të nxjisë edhe mosarsyetimin. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transportin e mirë të oksigjenit në tru, çka shkakton gjithashtu edhe procesin e vendimarrjes. Kafeja e tepërt mund të dëmtojë edhe shëndetin e gjumit. Kafeina mund të paksojë me 6 orë kohën e gjumit që duhen 24 orë që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini asnjëherë kafe përpara se të flini në mënyrë që të evitoni kështu nga shëndeti juaj edhe komplikacionet e njëpasnjëshme të cilat i ndjen organizmi juaj në tërësi. Kafeina e tepërt mund të nxjisë edhe shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë shëndetit tuaj të kockave dhe mund të luajë një rol negativ në shëndetin e tyre, çka mund të nxisin gjithashtu edhe probleme të inflamacioneve dhe të krijojë probleme në shëndetin e nyjeve. Shtimi i tepërt i kafes në përditshmërinë e dietave tuaja mund të nxjisë urinimin e shpeshtë dhe të krijojë gjithashtu problemet që shfaqen vazhdimisht në organizmin tuaj. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikëzën e urinës dhe të nxjisë edhe urinimin, sidomos gjatë pjesës së natës. Nëse jeni një person që konsumoni sasi të mëdha të kafes në dietën tuaj, atëherë dëgjojeni me patjetër këtë. Kafeja e tepërt në dietën tuaj mund të shkaktojë dhimbje të forta të kokës. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes mund të vuajnë gjithashtu nga dhimbjet e forta të kokës, ankthi, lodhja si dhe depresioni. Ndaj tregoni të vëmendshëm me sasinë e kafes që shtoni vazhdimisht në dietat tuaja, pasi mund të nxjisë edhe përkeçimin e organizmit dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të tij. Ekspertët këshillojnë 1 deri në 2 filxhan kafe çdo ditë në bazë edhe të shëndetit dhe kujdesit që i kushtoni atij. Pjesa më e madhe e personave tolerojnë kafeinën, por nëse jeni një person që nuk e keni pjesë të përzemërt kafen, tregoni të kujdesshëm me sasinë që doni të shtoni në organizmin tuaj. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.